në katolicizmin në Shqipëri në një vështrim shumë interesant, në një vështrim historik, pra që lidhet që momentet e para instalimit, krishtërimit dhe të fesë katolike në Shqipëri dhe më pas, pra gjithë historinë e saj, faktin se si arritën disa enklavat mbjetojnë nga ai që quhej muslimanizimi i Shqipërisë ose islamizimi i Shqipërisë mbas pushtimit perëndërisë osmane, por edhe përtej kësaj, sidomos në kontributin që katolicizmi dhe katolikët kanë dhënë në kulturën shqiptare, pra sidomos në librat, në poezinë, në artin dhe në gjuhësinë shqipe. Kontribute shumë të njohura, shumë të rëndësishme, sidomos ato që vinin nga franceskanët në fund të shekullit XIX dhe në fillim të shekullit XX. Gjuha shqipe e shkruar është e pagzuar nga formula e pagzimit. Kështu që fillon me katolicizmin, shqipja, kultura shqipe e shkruar. Për të vijuar me mesharin e Gjon Buzu. Gjurmët e gjuhës shkruar shqipe kanë qenë kryesisht ato që janë nga veprat. Pikërisht fal kontributit të katolicizmit në kulturën shqipe dhe në kulturën shqiptare, duke i identifikuar këto dy koncepte si të tilla. Shkollimi është i gjithi kontribut i kulturës katolike në Shqipëri. Ne nuk do të kishim ndoshta sot një orientim kaq europian nëse nuk do të kishim këtë alfabet që kemi, nëse nuk do të kishim kongresin e manastirit, nuk do të kishim fillesat e një gjuhe të njësuar si treguesi një shteti që fillojnë pikërisht me Komisinë Letrare të Shkodrës. Pra, në çdo etapë të rëndësishme të kulturës shqipe është kontributi katolikëve në Shqipëri. Dhe ka rëndësi që të pohojmë një gjë që katoliket janë themelues të kulturës kombëtare. Janë themelues të kulturës kombëtare? Pastaj kanë ardhur më vonë, kanë ardhur figurat më dha, por kur themi themelues, krijues, nuk kemi parasysh thjesht formulën e pagzimit nga Paul Angel, se ajo është një fjali vetëm, por kemi veprën e Marin Barletit. Për mua, Marin Barleti është një nga figurat më të shquara. Shiko, në historinë e letërsisë tonë, kulturës e letërsisë tonë, janë trinitet, Barleti, Buzuku dhe Bogdani. Veshur me diell, mbathur me hanë. Bogdani është shkrimtari i shkrimtarëve. Është shkrimtari i shkrimtarëve në kulturën shqiptare. Është i kopjuar me dorë dhe i lexuar me pasion nga Lasgush Pradeci, nga Kuteli, nga Fishta, zbulojnë rrëfimet e shkrimtarëve në raport me leximin e Bogdanit. Nëse do është edhe Budi, është edhe Bardi, themeluesi i leksikografisë, kur flasim për që kanë themeluar kulturën kombëtare. Dhe unë mendoj se, e kemi thënë dhe herë tjera në këtë studio, që ekziston një rilindje e parë në Shqipëri, që është e shekullit 17. Pjetër Budi, bashkë me gjithë prelatet e kishës katolike, në një kuvent në Zadrin të Lezhës, në nënshkruan ata që nuk pranojnë klerik, që nuk flasin dhe nuk predikojnë shqip, sepse Zoti thoshte nuk i dëgjon lutjet në një gjuhë tjetër. Dhe kishte diçka nga reformizmi post-luterian kjo, dhe ai në fakt vdiq. Dhe është vrarë në mënyrë misterioze, ndoshta edhe në intrigat e asaj kohe. Ka dhe një element shumë të rëndësishëm, sepse në veri shqiptarët ndiheshin të rrezikuar, kishin dy rreziqe, siç u tha dhe më parë. Ishte osmanizimi, po nga ana tjetër ishte slavizimi. Kështu që ndërkohë katolicizmi për ta ishte një mjet i fortë i mbijetesës së identitetit të tyre. Do të thënë kishte disa arsye dhe shtuar këtë edhe formimin kulturor. Ti flet për kontributin sidomos në kulturë, që ka pasur katolicizmin fund shekullit 19, fillim shekullit 20, pra ato që mund të quhen vitet e arta të kishës në raport me zhvillimin e kulturës dhe të gjuhës. Ernest Koliqi e pati cilësuar vrasjen e poetëve e klerik më të nderuar shqiptar gjatë regjimit komunist si reze qytetënie të fikuna, dhe me të drejtë, pasi vepra e tyre i kaloi për masat e rrobës kishtare që mbanin veshur, duke lënë kombit një pasuri të çmuar, që vështirë se do të përsëritet. Atë Gjosh Fishta, lindi në fshatin Fish të Zadrinës, me 23 tetor të 1871-shit, dhe ndroi jetë në vitin 1940. Vepra e tij më e madhe është Lauta e Malësisë dhe Mrizi Zanave. Vepra e Fishtës u ndalua të publikohej gjatë regjimit komunist, ndërkohë që më 20 mars 1967-ës, eshtrat e tij u zhvarrosën nga kisha franceskane e Gjuadolit për të hedhur 3 ditë më pas të futura në një thes çimentoja në lumin Drin. Atë Gjosh Fishta mban titullin e lartë Nderi i kombit. Atë Vicenc Prenushi
Lindi në Shkodër më 4 shtator 1885, poet, publicist, përkthyes. Veprat e tij më të njohura janë Kangët, e cila u bë bazë e veprës kombëtare Visare të Kombit, si edhe poema Gjeth e Lule. U arrestua në 19 maj të 1947, vdes pas torturave të shinjërzore më 19 mars 1949 në burgun e Durrësit. Ata Anton Arapi, lindi në Shkodër më 5 janar 1888. Ai ishte mësues, prozator dhe publicist shqiptar dhe njihet për mbrojtjen që u bëri hebrejve në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. U arrestua me vendim të Gjykatës Speciale të Tiranës në shkurt të 1946, ku u dënua me pushkatim dhe u shpall kriminal lufte e armik i popullit. Art Bernardin Palej lindi më 2 tetor 1884 në qytetin e Shkodrës. Studimet e larta i ndoqi në kursin e letërsisë në Innsbruck të Austrisë. Merita e tij më kryesore është mbledhja e këngëve të maleve. U akuzua si bashkëpunëtor i fashizmit dhe vdiq në burg në vitin 1946 i lidhur me tela. Adzef Plumi lindi me 28 gusht 1924 dhe ndëroi jetë me 28 shtator 2007. Ai ishte frat franceskan, publicist dhe shkrimtar, i cili vuajti për 26 vite kalvarin e bugjeve komuniste. Adzef Plumi është ndëruar nga presidenca shqiptare me urdhrin nderi i kombit. Listë e gjatë kontributeve në kulturë apo jo? Megjithëse ne jemi mësuar të fokusohemi vetëm tek fishta dhe ndremjeda. Jo, është vetëm fillimi, maja e bukur e një vargu shumë gjatë personalitetesh, emrash, veprash. Në ç'kuptim është vetëm maja? Sepse ka dhe shumë emra të tjerë. Mos harrojmë se ata kanë qenë intelektual të shkëlqyer, kanë qenë intelektual të shkolluar në universitetet më të mira. Edhe nga 2 diploma. Edhe sigurisht me më shumë se me një diplom. Ndoshta, jo vetëm se aq ka qenë niveli i shoqërisë në atë kohë, po unë besoj se sot shumë prej intelektualëve tan libër lexuar do t'ua kishin zili nivelin kulturor këtyre intelektualëve. Këto thot krijun tekstin dhe lexuesin. Madje krijun dhe qytetin, se po t'i veshërit të gjithë nuk janë nga Shkodra, vinë nga zonat përreth. Ishte një burr, Leonardo De Martino, që i mblodhi, pikasi inteligjencën e gjithë secilit, dhe këto shkuan në qytet, krijuan dhe publikun, krijuan teatrin, krijuan librin, krijuan kritikën, revistën, krijuan disa sisteme, le të themi, përreth Bethlemes franceskane. Dhe kjo është dukuria filluan dominojnë dhe jetën politike të dominojnë jetën qytetit. politike, kishin organin e vet politik në farë mënyrë. Ora Male, çfarë ishte? Anton Harapi realizonte. Kishin organin e kritikës që ishte Hylli Dritës. Kishin teatrin e tyre, bibliotekën e tyre, librat e tyre, shkrimtarët e tyre, madje edhe antologjitë e tyre që i bën Justin Rrota. Kështu që tregon që ishin vetë qëndrueshëm dhe vetë mjaftueshëm në kulturën shqiptare. Ndërkohë që ka pasur një bibliotekë që besoj ka qenë shumë më e madhe sa biblioteka kombëtare e Shqipërisë e franceskanëve në fillim të shekullit. Dhe fakti është që me gjithë fishtin e me gjithë franciskanët që botuan, krijuan shtypshkronja, krijuan një akademi, zhvilluan, bën kërkime në gjuhësi, Justin Rrota, e tjerë që u përmendën këtu, tregon se kishte një tjetër. Pastaj vjen komunizmi dhe sërish janë në një vetmi të shtuar, sepse janë dhe pa mbrojtje. I gjithë kleri u persekutua, po persekutimin dhe katolikëve është më i thellë sa është numri i klerikëve të ekzekutuar. 40 janë proces, po i quajmë martirizimi apo jo nga Vatikani. Nga numri total rreth 220 meshtarë që kishin në vitin 220 meshtarë kishin në vitin 44. 180 për tyre janë vrarë, pushkatuar, syrgjënosur, punë detyruar, dhunuar. 180 nga 220? 180 për tyre. Pra, kur Marin Sirdani dorëzon dokumentat, ngarkonin një karrocë, thotë ishin disa dokumentat po të arkivit franceskan. Dhe thotë ruajini se kjo është historia e Shqipërisë. Ik mori thotë se historinë tani tutje bëjmë ne.